Në zemër të Prishtinës, përballë një hoteli të frekuentuar dhe disa lokaleve të njohura, një parking i destinuar vetëm për zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës, pas orarit të punës, po shndrohet në një biznes të heshtur. Duke përfituar nga mungesa e kontrollit dhe kërkesa e madhe për hapësirë parkimi, punëtorë të sigurimit të kontraktuar për të ruajtur objektin e kanë kthyer hapësirën zyrtare në biznes privat. Në këtë parking, që nuk ka as rampë automatike, veturat private futen një nga një pas orarit të punës në parkingun e Ministrisë, por jo falas. 3 euro për një orë parkim, 15 euro për një natë. Për të parë nga afër këtë situatë, ekipi hulumtuesi i betimit për drejtësi konstatoi këtë veprim që ndodhte brenda hapësirës institucionale. Në një mbrëmje të së premtës, afër orës 21, ekipi i betimit për drejtësi hyn në parkingun e destinuar për zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës. Me mrama, hajni lo. A ka vend? A shofi me net? Vallai të këshyr, 2-3 orë nashta. Okej. Pasi që ekipi hyn brenda parkingut të Ministrisë së Infrastrukturës, një punëtor sigurimi tregon se si bëhet pagesa. Dile e bëni pagesa. A përdorim, a? Ha? Sa kushton? Na është arreni? Se po mendoj na shtarin të natën thonë. Të dish na bën punë. Edhe, nëjë që të natën, shofin e pro 15 euro. 15 euro natë. Dhe në 8 mëngjes. A nomë. Mas 8 vesmuna, ha? Po, anë dhe nomë. Po, mas edhe vikend. Dhe 10 metaliona, bon. Po, deri në 10 një Ane. E kështu me orë? Ha? Me orë sa na kushton? Me orë. Nëse kthej o marrë të thonë. Nëse dole S'po di ç'është na bën punë. Po, që... Ka 2 euro po. Ka diçka kështu. Të nga tjetë, ka njësh. Rregull. Ka 2 euro. 2 euro. Sa të një rene, po, na, ati që po të kalzoj, na ishtë të natën e ti malire. Po s'po dim hala as vet, sorry. Ane, po ne. Po që rrim Ne rrim ne temoj. qofet e juve. Që jeni qefet li, reni, që jeni qef li, sa të moni me nëtë. Po. A, ka një. Faleminderit shumë. Gjatë qëndrimit për rreth hapësirave të këtij parkingu të destinuar vetëm për zyrtar të Ministrisë, u pan vetura të shumta duke hyrë në këtë hapësirë, teksa pagesat në disa raste bëheshin aty për aty. Ora kalonte, të rinj që frekuentonin lokalet afër, hynin në këtë parking me vetura pa asnjë hezitim. Numri i tyre fillohet të shtohet aq shumë sa që duhet orientimi nga punëtorët e sigurimit fizik. Sidoqoftë, ekipi i betimit për drejtësi rikthehet për të marrë veturën dhe për të pyetur nëse ekziston mundësia që parkimi të bëhet deri ditën e martë. Në pritje tek hyrja e parkingut, punëtori ishte ndëruar, por shërbimet mbeteshin të njëjtat. Mrama, hajni lo. Ta kujn pagesën për gol? Do të çoni ve? Një gol shotën. Që të të kuqin, ha? Një ditë. Zavën S'po trash. di na shta kthejmë sonde, po s'po di sigurt. E që këthejma kështë mund të nëjë deka e martja. Kur? Deka e martja. E marta? Se si përmi në fa që mund me netë kështu. Po e den të haunu në mund me nëzjazë la ma shumë. Martën jo, se? E se tani s'kem fen. S'po shtetër të përte. E sa vëqmimi dhe tonën në nëzesa? Po dhe, po 15 euro kina në anotën, të shtë sa unë e të rejsh, për shumë. Tonën duhet me nëzesa herë. Po dhe të haunu në nëzjasë. A kështë mujt deka 11 tonën? Jo, vëllë, jesë më. S'ban kur qyshë. Sa për kështë dhe? 3 euro kjes. 3 euro.